Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Tarifat ilegale nga gjykata, Trump kundërpërgjigjet me 15%, nis betejë e re ligjore. Administrata Donald Trump ka rritur me 15% tarifën e re globale, duke ndryshuar nga niveli fillestar prej 10%, vetëm pak kohë pasi gjykata e lartë i shpallit paligjsh me tarifat të vendosura me ligjin e emergjencës. Një goditje fort për shtëpinë e parë në përballjen me kompetencat ekzekutive. Vendimi i gjykatës rrëzoi mekanizmin kryesor ligjor me të cilin Trump kishte vendosur tarifat masive ndaj partnerëve tregtar, duke hapur debat të madhe dhe përfatjen e miliarda dollarëve të mbledhura deri tani. Po në vend që të tërhiqet, presidenti ka zgjedhur një rrugë të re ligjore, duke përdorur një tjetër bazë juridike për të vendosur tarifat, këtë herë me normë dhe me të lartë 15%. Sipas administratës, masa e re nuk bazohet në një ligj të emergjencës që u rrëzua nga gjykata e lartë, por në dispozita të tjera tregtare që japin presidentit hapësirë për një veprim në rastet e pabarazive të rënda ekonomike. Kritikët e shohin këtë si një manovër për ta anashkaluar vendimin e gjykatës, ndërsa mbështetësit e Trump thonë se është një mënyrë për të mbrojtur industrinë amerikane. Ndërkohë betejat ligjore vazhdojnë pasi bizneset kërkojnë kthimin e parave të paguara nga tarifat që tashmë janë shpallur të paligjshme. Kjo krijon rrezik për një faturë miliardëse për qeverinë federale. Pra tarifat u shpallën ilegale nga gjykata e lartë, por Trump hap një front të ri ligjor dhe rrit me 15%, duke çuar përplasjen me gjyqësorin dhe partnerët tregtar në një fazë edhe më të ashpër. Stuhi historike godet verilindjen e Shteteve të Bashkuara, miliona në alarm për borë, erë dhe ndërprerje energjie. Një stuhi e fuqishme dimërore e njohur si bombë ciklon ka vendosur në alarm miliona banorë në verilindjet të Shteteve të Bashkuara, ndërsa pritet të sjellë rreshje ekstreme dëbore, era të forta dhe ndërprerje masive të energjisë elektrike. Paralajmërimet për blizzard përfshin korridorin e populluar Aj-95, ku sinoptikanët parashikojnë deri 60 cm borë, shikueshmëri pothuajse zero dhe era që arrin deri në 110 km/h, duke bërë udhëtimin kërcënues për jetën. Autoritetet kanë kërkuar nga qytetarët që ndrojnë në shtëpi pasi pritet bllokimi i rrugëve dhe autostradave, anullime të shumta fluturimesh dhe trenash, mbyllje shkollash dhe biznesesh, ndërprerje të gjata të energjisë elektrike. Stuhia do të intensifikohet deri të dielën në mbrëmje, ndërsa në zonat më të rrezikuara mbeten qytetet kryesore të Bregdetit lindor si New Yorku, Boston dhe Philadelphia. Meteorologët e konsiderojnë këtë një nga stuhit më të rrezikshme të viteve të fundit, për shkak të kombinimit të rreshjeve të dendurave, erave të forta dhe rënies së shpejtë të presionit atmosferik, fenomen që krijon kushtet klasike të një cikloni dimëror shpërthyes. Hamasi zgjedh liderin e saj të ri të përkohshëm. Lëvizja Islamike Palestineze Hamas po zhvillon zgjedhje të brendshme për të emëruar një lider të ri të përkohshëm në një moment vendimtar për të ardhmen politike dhe ushtarake të organizatës. Procesi i votimit po zhvillohet në rripjen e Gazës, në bregun perëndimor dhe në mesin e strukturave të Hamasit jashtë territorit palestinez. Zgjedhjet vijnë pas një periudhe të trazuar për organizatën, gjatë së cilës disa prej figurave më të larta u vranë në operacione ushtarake izraelite pas sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit. Mes tyre përmendet ish-udhëheqësi i Gazës, Yahya Sinvar, kreu politik Ismail Haniyeh dhe komandanti ushtarak Mohamed Deif. Sipas burimeve të afërta me lëvizjen, gara për postin e liderit përkohshëm ishte përqendruar rreth dy figurave kryesore, Halil al-Hayya, një nga drejtuesit kryesor në Gaza, dhe Khaled Meshal, i cili konsiderohet pjesë e gardës së vjetër dhe aktualisht udhëheq strukturat e Hamasit jashtë vendit. Rezultati i këtyre zgjedhjeve shihet si përcaktues për drejtimin strategjik të organizatës në muajt në vijim. Një fitore e al-Hayya do të sinjalizonte vazhdimsi të linjës së fortë të udhëheqjes nga Gaza, ndërsa rikthimi i Meshalit do të nënkuptonte një rol më të madh të krahut politik në diasporë dhe mundësi për riformatim të strategjisë në arenën ndërkombëtare. Lideri i ri pritet të ketë mandat një vjeçar në një kohë kur diskutimet ndërkombëtare për të ardhmen e Gazës, rindërtimin pas luftës dhe strukturën e qeverisjes mbeten në fokus të diplomacisë rajonale dhe globale. Analistët vlerësojnë se vendimi i Hamasit do ndikojë jo vetëm në dinamikën e brendshme palestineze, por dhe në raportet me Izraelin
dhe ndërmjetësuesit ndërkombëtar në një periudhë kur situata në terren mbetet e brisht dhe e paqëndrueshme. I kërkoi me zë të lartë, por hesht kur del emri i tij në dosjet Epstein, i mbyllin gojën Steve Bannon. Steve Bannon, një nga figurat më të zëshme që kërkoi publikimin e plotë të dosjeve të Jeffrey Epstein dhe që përdori çështjen si armë politike kundër kundërshtarëve, u gjend papritur vetë brenda materialeve që ai kërkonte të bëheshin publike. Dokumentet deklasifikuara tregojnë se emri i strategut të Donald Trumpit shfaqet në rrjetin e kontakteve të financiare të diskredituar, një zhvillim që ekspozon kontrastin mes retorikës së tij për transparencë dhe realitetit të lidhjeve me njerëzit që ai sulmonte publikisht. Ndërkohë ai vazhdon të hesht. Për muaj me radhë, Bannon kishte ushtruar presion ndaj administratës dhe institucioneve të drejtësisë për publikimin e dosjeve, duke e paraqitur veten si kampion të së vërtetës e duke sugjeruar se dokumentet do të implikonin figura të fuqishme të establishmentit. Por publimi i tyre nxori në pa dhe emrin e tij, duke vendosur në të njëjtën listë me shumë personazhe të tjerë të botës së politikës, biznesit dhe media që kishin kontakte me Epstein. Raportimet theksojnë se përmendja e një emri në dosje nuk përbën provë për shkelje ligjore, megjithatë rasti i Bannon po përdoret si shembull i mënyrës se si lufta për publikimin e materialeve u shndruar në një betejë selektive politike ku thirrjet për transparencë zbehen sapo prekin veten si protagonist. Rasti po shihet si një tjetër moment që tregon se dosjet Epstein nuk godasin vetëm një kamp politik, por ekspozojnë një rrjet të tërë marrëdhëniesh në elitën amerikane dhe botërore, duke e bërë më të vështirë kontrollin e narrativës. Irani ka 10 ditë kohë. Trump jep ultimatum. Sinjale të reja për luftë të afërt me Iranin dhe Shtetet e Bashkuara vijnë nga lindja e mesme. Irani zhvillon stërvitje ushtarake vjetore me Rusinë të enjten, teksa një aeroplanmbajtëse e dytë amerikane u afrua më shumë rajonit. Stërvitjet ushtarake të zhvilluar në gjirin e Omanit dhe Oqeanin Indian synonin përmirësimin e koordinimit operacional si dhe shkëmbimin e eksperiencave ushtarake, bëri të ditur Agjencia Shtetërore Iraniane e Lajmeve Islamic Republic News Agency IRNA. Zhvillimi vjen ndërsa presidenti amerikan Donald Trump i dha 10 deri në 15 ditë kohë Iranit për të arritur një marrëveshje. Ai paremëroi se gjërat vërtet këqija do ndodhin nëse ujdia nuk arrije. Mendoj se 10 dhe 15 ditë kohë janë mjaftueshme për të arritur diçka, tha presidenti amerikan. Trump përmendi bombardime ajrore amerikane të muajit qershor, duke thënë se potenciali për ta marrë Iranit ishte shkatëruar në një pronësim nga avioni i tij presidencial. Shefi i shtëpisë së bardhë shtoi se mund të jenë të detyruar të ndërmarrin hapa më tej, por se me gjasa duhet pritur edhe 10 ditë të tjera për të mësuar se çfarë do ndodh. Teksa është përmendur një lloj përparimi në bisedimet me Iranin, vendi ka refuzuar të përfshijë në marrëveshje dhe kërkesat e Izraelit për të reduktuar programin raketor dhe mbështetjen për grupet armatosura. Negociatat e javëve të fundit nuk kanë prodhuar ndonjë rezultat, duke sugjeruar se ndonjëra palë ose e dyta po synojnë të blejnë kohë për përgatitje finale për luftën. Në një letër për sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, Teherani tha se nuk do nis asnjë luftë, por në rast të agresionit ushtarak do të përgjigjet me vendosmëri në mënyrë profesionale. Ekzekutohet në hyrje të shtëpisë shkencëtari i robotikës në Institutin Caltech, kapet autori. Shkencëtari i njohur i California Institute of Technology, Caltech, Dr. David R. Chen, është qelluar për vdekje me armëzjarje në hyrje të banesës së tij në Pasadena në Kaliforni, në ngjarje që autoritetet amerikane e trajtojnë si vrasje të mirë organizuar që kanë ngritur shumë pikpyetje. Një burr është arrestuar për vrasjen me armëzjarje në orët e para të mëngjesit të një shkencëtari të Institutit të Teknologjisë. Në një telefonat në 911 njoftoi për të shtëna me armë në një banesë në Llano, Tonën, me 16 shkurt, kur deputetët e sherifit gjetën një burr 67 vjeçar të qelluar dhe të shtrirë në verandën e përparme të shtëpisë së tij, sipas një njoftimi fillestar nga departamenti i sherifit të qarkut të Los Angeles. Pavarësisht përpjekjeve për të shpëtuar, ai u shpalli i vdekur në vendngjarje. Viktima u identifikua si Carl Grillmer, punonjës në Caltech, konfirmuar departamenti i mjekësisë ligjore të qarkut të Los Angelesit. Të premten me 20 shkurt, ndërsa deputetët po hetonin të shtënat. Ata u përgjigjen gjithashtu një telefonate për një grabitje automjeti në të njëjtën zonë sipas njoftimit të departamentit. Një burr i përfshirë në grabitjen e automjetit u bë shpejt i dyshuar për vrasjen e Grillmer sipas autoriteteve. I dyshuar identifikuar si Freddie Schneider
është akuzuar për vrasjen e Grillmer, njoftoi departamenti i sherifit. Snyder, 29 vjeç, fillimisht u arrestuar për grabitje atomjetet dhe përballë gjithashtu me një akuzë për vjedhje me thyrje sipas autoriteteve. Garancia e tij është caktuar në $2 milion, dërm 20 shkurt nuk ishte e qartë në ishte siguruar avokata, por kishte paraqitur ndonjë deklarim fajësie. Motivi i mundshëm për vrasjen mbetet ende i paqartë. Caltech thotë se Grimal punonte si shkencëtar i asociuar, ai shqyrtonte materien e errët, strukturën galaktike, popullatat yjore dhe eksoplanetet. Si astrofizikan ai njihet për studimin e planeteve të largët dhe kontribui për dekada në kërkime mbi galaktikën, raportoi Los Angeles Times. Ai ishte pjesë e stafit në qendrën e përpunimit të analizës të dhënave të infrakuqe në Caltech, që bashkëpunon me NASA-n. Ishte shumë i njohur në astronomi dhe një shkencëtar i respektuar. Ambasada amerikane në Tiranë ka shpërndar në rrjetet sociale një mesazh të sekretarit të shtetit Marco Rubio. Kryediplomati amerikan thotë se Shtetet Bashkuara do të heqin vizën çdo vizitorit që përbën kërcënim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara apo për politikën e jashtme. Sekretari Rubio, nëse unë identifikoj një vizitor në vendin tonë parënjë të cilit përbën kërcënim për politikën tonë të jashtme dhe sigurinë kombëtare, ne do t'ja heqim vizën, thuhet në mesazhin e Rubios. Kujtojmë që Rubio në konferencën me Urban vuri në dukje se nëse dikush hyn në SBA si vizitor, qoftë student, turist, gazetar apo kushdo tjetër dhe merr pjesë në aktivitete që shkojnë kundër interesit kombëtar dhe sigurisë kombëtare të SBA, viza e tij do t'i hiqet. Në disa raste revokimi i vizës mund të paraprihet dhe ekzekutimin e një veprimi nga një vizitor ndërkombëtar. Në fakt, nëse do ta dinit se do ta bënit, ndoshta ju nuk do t'ua kishim dhënë vizën, tha ndër të tjera Rubio gjatë konferencës për shtyp. Dita ndërkombëtare gjuhës anëtare është një ide për aktivitete për të gjithë mësuesit në diasporë. Paketa e parë mësimore për bashkët Shqipëri, Kosovë, gjuha shqipe dhe kultura shqiptare nuk është thjesht një libër mësimor. Përveç mësimeve të strukturuara, ajo ofron një larmishmëri projektesh dhe aktivitetesh praktike që mësuesit e gjuhës shqipe mund t'i aplikojnë lehtësisht në klasat e diasporës. Çdo nivel përmban projekte të ndryshme, përshtatura me aftësitë e nxënësve, duke i mundësuar atyre të mësojnë në mënyrë interaktive dhe kreative. Ky artikull ofron këshilla praktike për mësuesit, se si të përdorin paketat mësimore si bazë për aktivitete kreative, lexim, poezi, prezantime dhe lojra gjuhësore, veçanërisht gjatë ditës ndërkombëtare të gjuhës anëtare me 21 shkurt. Një rast i veçantë për të festuar gjuhën, për të thelluar lidhjen e nxënësve me identitetin kulturor dhe gjuhësor dhe për të sjellë mësimin në një formë më të gjallë dhe më argëtuese. Për mësuesit dhe mësueset në shkollat jashtë vendit, kjo ditë sjell një mundësi të jashtëzakonshme për të përforcuar identitetin kulturor dhe gjuhësor të fëmijëve. Një nga mjetet kryesore që mësuesit në diasporë mund të përdorin në këto ditë është paketa gjuha shqipe dhe kultura shqiptare në 3 nivele, 1, 2 dhe 3, hartuar sipas kurrikulës të mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë në Mërgat, miratuar nga Ministritë përkatëse të Arsimit të Shqipërisë të Kosovës. Kjo paketë nuk është thjesht një libër mësimor, por përmban librin e nxënësit të ndarë në nivele, fletoren e punës për ushtrime praktike, fjalorin e figura që ndihmon në hapjen dhe zgjerimin e fjalorit shqip, antologjinë e vogël me poezi dhe tekste të zgjedhura, materiale të tjera për mësuesit dhe elemente digjitale. Paketa e 3 niveleve gjuha shqipe dhe kultura shqiptare përdoret gjithësisht në shkollat e diasporës dhe mund të jetë sinkronize domosdoshme aktiviteteve për ditën e gjuhës anëtare. Mësues bashkëpunonin me prindërit për t'i bërë fëmijët pjesë të festimeve dhe jashtë orarit mësimor me lexime, shtëpie dhe prezantime familjare. Dita ndërkombëtare e gjuhës anëtare është më shumë se një festë, është një rast për të nxitur dashurinë për gjuhën tonë, për të thelluar njohuri dhe për të krijuar një lidhje të gjallë me kulturën shqiptare, kur dihet që gati gjysma e popullsisë shqiptare jeton jashtë trojeve anëtare. Vatra është aseti i komunitetit shqiptar, rrëfimi i mësueses Suzana Kombi. Në një intervistë rrëfimtare dhe frymëzuese, mësuesja e gjuhës shqipe në 48 vite eksperiencë në arsim, Suzana Kombi apo Combi, sjell historinë e saj të emigrimit, sakrificës, ringritjes dhe kontributit pa ndërprerje për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara.
ardhur në SBA në vitin 98 përmes llotarisë amerikane. Suzana la pas një karrierë 25 vjeçare në arsim, një jetë të ndërtuar me përkushtim në Shqipëri. Fillimet në Amerikë nuk ishin të lehta, pa njohuri të gjuhës angleze dhe pa mbështetje institucionale. Ajo dhe familja nisën gjithçka nga e para. Erdhën pa ditur asgjë, as gjuhën, kujton ajo. Puna e parë ishte në hotelin Marriott, ndërkohë që ndishte kurse për anglishtën në Truman College. Punoi si gjenitore në shkolla, përvoj që ndonse vështirë mbajtje pranë mjedisit që e quante habitatin e saj. Kthesa vendimtare erdhi përmes kishës shqiptare në Chicago, në një nga takimet e komunitetit u përmend ideja për hapjen e një shkolle shqipe. Për mua ishte sikur unë tes një dritë jeshile, thot. Ajo fillimisht nisi si ndihmës mësuese, e më pas u rikthye plotësisht në profesionin e saj gjatë 14 viteve punë në sistemin publik amerikan, CPS. Ajo punoi me nxënës nga komësi të ndryshme dhe u vlerësua për profesionalizmin e saj. Por krahas detyrës si mësuese, ajo bëhet ambasadore e kulturës shqiptare. Në shkollat amerikane prezantoi valle, kostume dhe këngë tradicionale shqiptare, si dhe organizoi aktivitete për festën e pavarësisë. Prej 4 vitesh, Suzana jep mësim në shkollën shqipe Kongresi i Manastirit në Chicago, ku punon me fëmijë 5 deri në 6 vjeç. Aktualisht ka 31 nxënës, një numër që dëshmon interesim në rritje të prindërve shqiptar për ruajtjen e gjuhës shqipe. Ajo ndihet e privilegjuar që ndan eksperiencën 48 vjeçare me prezin e ri shqiptar. Një nga sfidat mbetet sigurimi i librave shkollor, por falë mbështetjes komunitetit, 28 abetare u siguruan nga Shqipëria për nxënësit. Kur nuk kam thënë mjaft, shprehet ajo. Michigani nderon Berat Gegajn për guximin dhe misionin e tij si paqebërës. Legjislatura e shtetit Michiganit ka vlerësuar me nderim zyrtar Berat Gegajn, duke vlerësuar për guximin dhe shërbimin e tij së ndërmjetës paqes në Michigan, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në disa vende të botës. Vlerësimi u bë publik nga përfaqësuesi i shtetit Jason Woodford, i cili theksoi rolin e Gegajt gjatë procesit së paqes Kosovë-Serbi në vitin 2020. Sipas tij, Gegaj kontriboi në ndërtimin e urave të komunikimit, duke ofruar pajtim dhe shpresë për liderët që synojnë të jepnin fund debateve të konfliktit në bashkëpunim me administrata të ndryshme. Po ashtu në vitin 2021, gjatë evakuimit dramatik nga Afganistani, Gegaj ndihmoi në shpëtimin dhe zhvendosjen e rreth 100 shtetësve amerikanë dhe personave të cënueshëm, duke punuar pa ndërprerje në shërbim të jetëve dhe vlerave amerikane. Ngrihem sot për të vlerësuar Beratin për trimërinë dhe guximin e tij si paqebërës me pas me besim në Michigan, në Shtetet e Bashkuara dhe në mbar botën. Shërbesa e tij ndërton ura mes njerëzve nga të gjitha prejardhët e forcon strukturën e shtetit tonë përmes shërbimit, porulësisë dhe dashurisë për të afërmin, shprehet Woodford gjatë fjalës së tij në sallë, ku ishin të pranishëm dhe bashortja dhe fëmijët e Gegajt. Ky nderim i akorduar nga Dhoma e Përfaqësuesve të Michiganit vën në pa kontributin e jashtëzakonshëm të Berat Gegajt në fushën e paqes, shërbimit dhe udhëheqjes globale, si dhe ndikimin e tij të qëndrueshëm në jetët e shumë njerëzve. Në këtë rast ai mori titullin tribut i veçantë mbi flamurin amerikan që është ngritur në shtizë në Kapitol të shtetit Michiganit në 1 janar 2026, që simbol i lartë nderimi për shërbimin dhe për kushtimin e tij. Jerësia e tij Nikodhimi, peshkopi i Bostonit dhe kryepeshkopatës ortodokse shqiptare në Amerikë, kreu një vizitë 10 ditore në Shqipëri. Kreu i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë dhe peshkopi i kryepeshkopatës ortodokse të shqiptarëve në Amerikë, jerësia e tij Nikodhimi, zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri nga data 9 deri 18 shkurt, shoqëruar nga atë Marku Doku, atë Kahaber Kai Kurdanizhe dhe Matthew Sotir. Vizita kishte për qëllim forcimin e marrëdhënieve mes dy kishave motra dhe thellimin e bashkëpunimit në projekte të përbashkëta krishtere. Më 10 shkurt, delegacioni u prit në Tiranë nga kryepeshkopi Joan, me 12 shkurt në Korçë, peshkopi Nikodhimi u prit nga mitropoliti Anastasi në katedralen Gjallja e Krishtit, ku u shkëmbyen mesazhe vëllazërore dhe u vizitua kisha historike e Burimi e Dënës. Aktualisht në rindërtim, delegacioni vizitoi gjithashtu manastirin e Fjetës së Ylindëses Marinë në Boboshtis dhe manastirin e Sën Joan Prodhomit në Voskopoj, duke u njohur me investimet dhe organizimin e kampeve verore për të rinj. Me 15 shkurt, peshkop Nikodhimi bashkë me shoj në katedralin Gjallja e Krishtit dhe mbajti një ligjëratë shpirtërore me temë mbi gjykimin e fundit, e cila u prit me interes nga besimtarët. Gjatë vizitës ai dha intervista për median kishtare, zhvilloi takime me të rinj dhe u takua me mitropolitin e Fierit Nikollën. Vizita u karakterizua nga frymëja e unitetit, bashkëpunimit dhe forcimit të lidhjeve shpirtërore mes kishës në Shqipëri dhe asaj
në diasporë. Matematikania Fioralba Çakoni, fituese e ligjërimit Sonja Kovaleski, Shoqata për gratë matematikë dhe Shoqëria për matematikën industriale dhe të aplikuar SIAM ka zgjedhur profesoresh doktoreshën Fioralba Çakonin, lektore të vitit 2026 në kuadër të ciklit prestigjos të ligjëratave Sonja Kovaleski. Ky vlerësim përbën një nga nderimet më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e matematikës së aplikuar dhe jepet për personalitete me kontributet spikatura shkencore. Ligjërimi do mbahet gjatë takimit vjetor të SIAM 2026 që do zhvillohet në Cleveland, Ohio nga data 6 deri 10 korrik 2026. Profesor doktoresha Fioralba Çakoni, antare jashtme e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe drejtore ekzekutive e Institutit Kombëtar të Matematikës, është profesore e dalluar e matematikës në Universitetin Rutgers në Shtetet e Bashkuara. Ajo është antare e Shoqatës Amerikane të Matematikës AMS dhe SIAM. Profesoresh doktoresh Çakoni është autore bashkautore në 120 artikujve shkencorë dhe 3 monografive, krahas veprimtarisë së saj të suksesshme ndërkombëtare. Profesoresh doktoresh Fioralba Çakoni ka mbajtur lidhje të vazhdueshme me Akademinë e Shqipërisë duke kontribuar në promovimin e matematikës dhe mbështetjen e brezit të ri të studiuesve shqiptar. Detektiv Dritan Llazami, një histori frymëzuese shqiptaro-amerikane në Wisconsin. Shoqata Amerikane Shqiptare e Zbatimit të Ligjit AALEA ka vlerësuar me krenari antaren dhe aktivistin e komunitetit detektivin Dritan Llazami nga Kërçova, i cili po shënon një arritje të rëndësishme në karrierën e tij si hetues për trafikimin e qenieve njerëzore në zyrën e sherifit Dane County në shtetin e Wisconsin. Përmes punës së tij të përditshme, detektiv Llazami angazhohet në mbrojtje të shtresave të cënueshme të shoqërisë, në forcimin e drejtësisë dhe ndërtimin e besimit mes institucioneve të rendit dhe komunitetit. Përkushtimi i guximit dhe integriteti i tij përbën një shembull frymëzues, duke dëshmuar fuqinë e shërbimit publik, ndjenjën e përgjegjësisë dhe krenarisë shqiptare. AALEA shprehet e nderuar që qëndron për krah profesionistëve të tillë si Dritan Llazami, arritjet të cilit ndriçojnë imazhin e shqiptarëve në Wisconsin dhe motivojnë brezin e ri të shërbejë me nder duke lënë gjurmë pozitive në shoqëri. Takim në ambasadë, shkollat shqiptare nga Presheva e Bujanoci. Në ambientet e ambasadës të Republikës së Shqipërisë në Beograd, u mirëpritën përfaqësuesit e shkollave të mesme nga Presheva dhe Bujanoci, shkolla e mesme Skënderbeu, shkolla e mesme teknike Presheva, shkolla e mesme Sezai Surroi. Gjatë takimit të zhvilluar një bashkëbisedim i hapur dhe profesional, ku shkëmbyen ide dhe perspektiva konkrete mbi forcimin e bashkëpunimit institucional dhe mundësisë për realizimin e projekteve të përbashkëta në fushën e arsimit. Diskutimet theksuan rëndësinë e mbështetjes së të rinjve, rritjen e cilësisë në arsim dhe krijimin e urave të reja të bashkëpunimit që shërbejnë për zhvillimin e komunitetit shqiptar në rajon. Ambasada e Republikës së Shqipërisë riafirmoi përkushtimin e saj për të qëndruar pranë minoritetit shqiptar dhe për të mbështetur iniciativa që fuqizojnë arsimin, dialogun dhe partneritetin afatgjatë. Shqiptar dhe arbëresht bashkë në Ungrën arbëreshe. Në Ungrën arbëreshe shkëlqyet veprimtaritë e përbashkëta arbëreshe shqiptare në vendbanimet arbëreshe të Italisë së Jugut, me veçanti në Kalabri, në Sicili, mbajnë manifestime të rëndësishme në përkujtim të motit të madh periudhës lavdishme të heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në Katundin Ungër tashmë është krijuar një traditë e shkëlqyer nga shoqata Arbëria, Pro Loco Arbëria di Lungro, duke filluar nga viti 2016 mbahen manifestime për çdo vit aty gjysma e shkurtit për t'i hapur dhe më udh karnavaleve që bëhen atmosferë tepër interesante me këngë valda të tjera në sheshet dhe shtëpitë arbëreshe e lokale të ndryshme. Kësaj here manifestimi u mbajt me 14 shkurt në kujtim të jetës, veprës dhe betejave të Gjergj Kastriotit. Përgatitjet bëhen me muaj të tërë, sidomos të shtunave të dielave, pasi gjendja e njerëzit janë më të lirë. Në këto përgatitje dhe gjithë një manifestim të tërë, pjesëmarrësit shfaqin në përkushtim të madh, po në veçanti ka rëndësi të theksojnë veprimtaritë e shjuara të presidentëve të shoqatës Roza Carbone, sekretare Saverina Bavaso, të cilët shfaqin të gjithë talentin për kushtimin, të themi ashtu edhe kanë shpirtin e veprimtarisë që në planin organizativ ashtu në pjesëmarrje aktive krahas aktorëve në manifestimet e shumta, duke nisur që nga paraqitjet e veprimtarisë e quajtur Skanderbeku, prindi i Arbërisë, presidentja Roza Carbone dhe sekretarja Saverina Bavazo,
padyshim ka një emër shumë të nderuar tek arbëreshët e tek shqiptarët. Të gjitha këto vlera të cekura më sipër janë paraqitur përmes veprimtarive arbëreshe në Ungër, në sheshet e Ungrës, pati edhe në sallën e madhe të teatrit në Ungra u dëgjua disa herë u gjeq si son arbëreshët, Broritja, Roftë, Skënderbeu, dhe në këtë foli dhe kryetari i Bashkisë së Ungrës, Carmine Ferraro, i cili theksoi edhe rolin e veçantë të zonjës Rosa Carpone dhe Saverina Bavaso, cilët jo vetëm në këtë veprimtari, por dhe në veprimtaritë e tjera, që janë të dyja, si themi ne, si kokat e shqiponjës, njëra pranë tjetrës. Universiteti i Gjenevës, koncerti veçantë për arbëreshët e Kalabrisë. Universiteti i Kulturës së Gjenevës po organizohet një koncert veçantë me pjesëmarrjen e komunitetit arbëresh të Kalabrisë në Zvicër. Në këtë aktivitet do të interpretojë grupi muzikor Ocarina nga Gjeneva, gjaku i arbërit nga Frasineto dhe këngëtarja e motit nga Lunguro Fermo. Ky koncert shënon një mundësi të veçantë për të njohur dhe promovuar kulturën dhe muzikën e traditat arbëreshe të komunitetit shqiptar arbëresh në Gjenevë. Aktiviteti do mbahet në datën 7 mars në Gjenevë. 10 vjeçari nga Kosova në finalen e garës prestigjioze të pianos në New York. Një talent i ri nga Prishtina po tërheq vëmendjen për te oqeanit. Triumf Lupçi, vetëm 10 vjeç, ka arritur në finale në një garë prestigjioze për piano në New York, duke vendosur emrin e tij në mesin e talenteve të rinj ndërkombëtar të muzikës klasike. Triumfi ka marrë pjesë dhe ka kryer vërtet triumf në gara të ndryshme në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Veriut, Poloni e Spanjë, ndërsa paraqitja e tij në SBA shënon një hap të madh në rrugtimin e tij artistik. Ai është nxënës i klasës së tretë për piano në Shkollën e Muzikës Prentjakova në Prishtinë dhe pjesë e Piano Balkan Academy, ku studion në udhëheqjen e profesorit italian Giuseppe Devastato. Gjithashtu Akademia Ndërkombëtare Ballkanike e Pianos, Sigismund Thalberg, e ka nderuar me çmim dhe diplom pas përfundimit një master class për nivel të lartë artistik dhe profesional, me teknikë të shkëlqyer, disiplinë të fortë dhe ndjeshmëri të veçantë muzikore. Triumf Lupi po dëshon se talenti shqiptar ka vërtet triumf me hapa të sigurt në skenat ndërkombëtare. Ju urojmë atij dhe familjes së tij suksese. Bebe Rexha, i çmend shqiptarët, publikon hitin e saj më të ri tashmë në shqip. Çike çike. Këngëtare me famë botërore Bebe Rexha ka publikuar zyrtarisht këngën e saj më të re Çike Çike, e cila është projekti i dytë nga albumi i arshëm Dirty Blonde, i cili pritet të publikohet në qershor. Kënga ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, veçanërisht audiencës shqiptare, pasi përfshin vargjen në shqip, ku artistja këndon Çike Çike, luja belin çike, te je një bomb atomike. Bebe Rexha njoftohet se kënga tashmë është e disponueshme në gjitha format, atë po e shihni dhe ajo shoqëroi publikimin me një mesazh personal në rrjetet sociale, kur fori për lidhjen e saj me kulturën shqiptare dhe ndikimin që ajo ka pasur gjatë rritjes së saj në Shtetet e Bashkuara. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund edicionit tonë informativ. Miru takofshim në emisionet të tjera.